Shikoni Fatos Lubonjën. E kam sjell në këtë mes si emër edhe një herë tjetër, pas shumë e shumë vitesh që Fatos Lubonja me të njëjtën pafytyrësi të atyre që mbronin gënjeshtrën që atë e mbajtin burg dhe i kërkonin llogari për gjëra që si kishte bërë, duke i prezantuar dëshmitar të rrem dhe duke i ngritur akuza alucinante, kërkon llogari nga unë për Arubën. Fatos Lubonja. Aruba. Edi Rama thot, duhet t'japë llogari për Arubën. Unë di që në të gjithë historinë e njerëzimit që kur janë vendosur rregullat e qytetërimit romak, llogaria jepet mbi bazën e fakteve. Dhe kur nuk i takon atij që akuzohet që të provojë që ai nuk është ai për cilën akuzohet. Çfarë vlerë ka që unë them nuk kam qenë kur në Aruba, nuk e di fare për çfarë bëhet fjalë se ka ndodhur në Aruba, nuk kam dërguar kur njeri të shkojë në Aruba, s'ka si vlerë. Fare. Sepse ndërkohë, Aruba është bërë vërtet. Është nxjerrë në këtë fushën e algoritmit, është ricikluar në pafundësi dhe është bërë vërtet. Siç është bërë vërtet